PDK-ja ka shqyrtu tashmë, domethënë kandidaturën e Glau Konjufcës për president? Na kemi vendosur që na mbështesim kandidaturën e Glau Konjufcës, as një kandidaturë tjetër partijake. Është qëndrimi i qartë dhe nuk do të marrim pjesë të seancat. Po ajo që më përgatitet është mos më muaj seancat fare, sa kuptova, ne? Domethënë që shoqëtash edhe të jenë në media që është përmbysje e rendit kushtetues, sepse sot kuvendi do të më mbledh me zgjedh ose mos me zgjedh një president. Kjo që as mos me zgjedh, as mos me konsumu procedurën, është shkelje e kushtetutës, edhe po bëhet me qëllim me përmbys rendin kushtetues, me janë nështru krejt rendin kushtetues vullnetit një partije politike. Ju nuk keni ndonjë kandidat tashmë që do ta pas situatës së krijuar? Jo, sepse e vërtet është si kemi votat. Mirë po, ka shpreh gatishmëri, domthonë edhe mbrëm nga shefja e grupit parlamentar ka shpreh gatishmëri që t'ju afroj nënshkrimet e nevojshme. Është tollje me krejt Kosovën, sepse rezultati dihet. E vërtet është që ne kemi vetëm 22 deputet. Por është një vërtet e madhe. Populli i Kosovës e ka votu 51% vetëm, jo 100%, a ashtu? 51%. Me 51% ata kanë mujtë me formu qeveri, me formu kuvendin, me miratu ligjin për buxhetin e gjona tjera. Por jo dhe me po presidenti. Prandaj do të mos sillen përputhje me rezultatin zgjedhor. Ky rezultat zgjedhor na ka imponuar që ton na më ulë me gjetë një emër për president. Kjo është e vërteta. Po krejt partitë populliste në botë, në fakt, kur fitojnë 51%, e llogarisë sikur kanë fituar 100%, si e leosin 100%. A kjo është komplet tollje me Kosovën, me kushtetutën, me interesat historike të Kosovës, është pa përgjegjësi e pa shembullt në Kosovën e pavarur. Faleminderit.